Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin e ri Ëndra Amerikane, një cikël emisionesh të cilat do të jenë të ftuar shumë personalitete të komunitetit shqiptar, jo vetëm Michigan, po edhe më gjerë, të cilët do të sjellin realizimin e ëndrës tyre amerikane. Kam ftuar Don Fred Kalajn. Don Fred, para se largoheshit nga Shqipëria për të arratisur. Kur bane planin. A të largove dikujt familjes ose vëllezërve se do të arratiseshe, dhe kur arritët në Jugosllavi, çfarë ju thatë? Cila ishte ëndra juaj, qëllimi juaj që ku do shkonit? Perfekt. Me të thënë drejtë nuk i kam thënë. Ata tanë e kanë ditë një farë mënyrë, por nuk i kam thënë se s'dosha Milan, se s'kishin mund me fjetë atë natë, ata kishin uvritëshin njerëz ju e dini, kanë vranë kufi, sa vete, ata kanë tamam e rrezikshme, ata në udhëtimi i gjatë, këta gjana, mi fjalë, unë kam për jetet kam mësu një diqa. Në kjo se jetë i shkru një liber, mas ja difto kërkuj që jetë i shkru. Dhe që ta marrësh librin, sepse kanë me të ngatëru, pse po vën këtë ma dhe që akja tem. Planet asjerë mas me ja diftu kuj, jo pse je inkuzitiv mu më she. Por të nërhynat, do me ba shpi dy kache, pse bo ban dy, ma ban e një kache, ban e të gjatë, edhe o ma të pak në mlaja, ma që difto projektin e shpis, kur të kryet shpia e një shifnje, e kam ba. Edhe unë e kam pas këtë, se ta të hinë, ta prishën. Por, ma mërmenja ka ba, edhe për vedi një, por kurse si të zero, aja puna që me këprejtë e zëtë, po i thojnë kuj, vetëm me ilan ata, për me nejtë paqë. Një për arsyve që ka mikë, me ta thonë drejtën e shpirtit, ashtë si puna nga ekipata projet e vëgjil, që janë ka i gifë që ullin për e malit, bashkohen e bat lumë me bjenë poshtë. Një ashtu ashtë a kenë pa akumulu këtu në zemrën tema, ai që më vjen keq me thanë se kena lanë në Shqipni një vend ka që të mërkullushë, ma beso mu. Për mu, kjo beku Amerika i miliard herë, i faleminderit 1 miliard herë, po më vjen keq shumë që kena ikë. Adje thellë, e quj humje, për diken duket ashtë fitore, ja kupton. Ka kënë humje. Me i ka ti vendi ta që të bukur 33 vjetë, kena pas si fije status shoqënorit, jo të gjatë madha din po me të njoftë, kena pas andra, kena pas dërgjana. Bon, pra, për menimin tem janë pa grumullu tanja ta gjanat e vogla, që s'musha me nejtë ma. Nuk musha për me nejtë ma. Sa me pa kënë me pa ikë me vizë, kishte kënë në shku, me ikë në të nërë që kam ikë, difton që ka kënë një mlef, i akumulum, edhe që më vjen keq, si puna ati njëri që ikë prinde. Adin se, ja po, vishtërsia, ka pas një babë të fështira, adin e një i diqa, por që në fund penohesh, adin tana. Por e kam fjallë kam ikë, por edhe një e ta gjame, kanë se kisha atë anërën, 27 vjetë që kam kanë, 5 vjetë para, kam fillu me formuat që du mu ba prift. Ja, këpëtën me didiku vedin, edhe thosha nuk kam kohë me hup kohën. Jam 33 vjeç, nuk hupet koha ma. Adin dhe që të marrë në shkollat, bate, kur hapet kisha, si ka me ecë, se me rrallë, kanë kënë tana këta. E dyta, minimum të thosha atje mërënda i ta vlazën. Adin me kënë dikush, me kënë diqa apun, se si dihet si ka me nollë puna Shqipni. Mi fjallë kanë kënë shumë feelings, kanë kënë shumë njenja të ba me bashkë. Pa ja që ka për 2 minu ma tepër, ka kënë ana e shkollës, me badiqa. E funta ka kënë me të thanë drejtë, nuk du me shqitë menë se s'ka këtu, që po hajfije ma mira, se po kam diqa. Po aja dëshira liris, adin që mund është me shku, me ba i shkollë, nuk shikon. Baba gjithmonë të thotë Amerika është, na nuk mund me perceptu me menë si është Amerika. Kena Italinë parasysh. Ju deklaruat që provatën në fillim kontaktet tuaja, ishte qëllimi të qëndronin në Jugoslavia, apo për të shkuar në Amerikë? Jo më të shfarë Jugoslavia. Ata kanë shku dë shok, shku në Austri, hypshin në vagona. Kur na kanë prun letrën, sa kena hinë të burgu, pa ditë s'ka s'kelan, ku do në kanë prun letrën, ku do në me emigru. Ka kanë lista. Ka kanë Franca, Italia, Gjermania, Anglia, Suedia, Norvegjia, Amerika, Kanadaja, ka kanë Australia, New Zealand. Adin kanë tana këta. Unë e vu në fillë Amerikën.
kur u nisët për në Amerikë? Si e morët lajmin dhe si mbritët në Amerikë? No, atje kur kena najta na ka dhënë niket, atje ka ardhur që vjen në Amerikë, ka ardhur një prej ambasadës amerikane, për Pteburgu na ka bërë një intervistë. Na ka dhënë një letër me shumë pyetje. Çfarë më dhanë shumë pyetje. Edhe i e përgjigj tana pyetjeve. Atje ka ardhur mas një mujt edhe herë. Kjo fse ke rrejt ke kry. Se s'mundesh mi majt me 70 rana, 100 rana. E tana i ka përsërit edhe i herë. Edhe atëherë ma vonë kena nejt edhe pak, edhe ka ardhej, edhe ka thënë, ti keme dalë prej Padinska Skelës me këtë datë. Edhe keme shku në malla adresën ku ishte aja unoja që i kam thënë United Nation. Edhe dolme, kena marrë autobusin, edhe një sitë, kam shku në Beograd atëherën, kam kënë vetëm në atë kohë, po ishin edhe një 2-3 tjerë që nuk i njifsha, po që ishin prej, që ka thënë legjet a veneve tjera. Edhe shkova aty të organizata, ishte aty një qisherbete, një Kosovar, edhe ata ishin të huj, ka në suedezë shumica. Kryetari unis ka në suedezë, ka në edhe franceze. E më tha mu që aja la qatë letën, kam dalë, perfekt. Më la i letër, tha keme shku Mitrovicev dom. Ka më diftoj me hartë, keme marrë taj tramvaj, keme marrë këtë tramvaj në tjetër, ke një autobus, kemi shku atjetër, thot, keme pasë, kemi unit në maja, të thot, i kena lajmëru thata. Nolli një ashtu, aja ishte, kjo fëse të kujtojnë gjatë luftës me Serbin, ka një vend që ishin antenat, edhe ata bashin propagandë të i rajt Miloševiqi me televizorin, thotë Amerika të i hubë, këna rëzu ka sharoplan, adin, këna fitu, adin, kështë gjane, ja kanë po bombarduat. Ilshunin, një aty këna në bazë, dhe thanë, maja kodës ka këna antena malli, tu ka një restorant, i fije ma poshtë, kanë kabinat drunit, që i përdorshin sërbë gjatë verës për weekende. Për shembull, kishku ty me grunë me fëmijët e ki marrë për weekend, ka kanë aty, kishku ki hangër këto, ka kanë shumë i bukur, i pyll, i mall, i kodër, i bukur, u sjeltëm si me serpentina, rruga, dhe vishin edhe njërës me hangër taj restoranti. Ade një thoshin Mitrovicev dom, ka kanë e bukur shumë aty. Ade janë na nuk shkoshim me hangër kur ishin të hujt, adin për në shkoshim mas orës 2. Prej 2 deri në 3 e kena pas në me shku, kur s'ka pas njerës. Edhe aty kena fjete, kena net, kena pas i lomë, kena kanë, dhe tha 1, 2, 3, 4, 8 vetë. Po ka kanë e vogël, po ishte e mjaftush me ushqime. Në atë ko dikush punote, nuk u lejote me punu, se na jepshin me hangër e gjithë qa. Kena pas një letër që i thoshin Ledimacja, që diftote se si tip pasha... Ishte shpenzime që pagonin Amerikanët, apo... United Nation. Aja Ledimacja ishte tamam si pun pashaportet e vogël, nuk u lejote me shku ma shumë se 50 kilometra prej qenës Beogradit. Pra dhe më thënë, na kena kanë bajagin periferi, në është me se 10 kilometra kena dalë jashtë. Pra ne s'ka mujtë me shku me Gjogorja, me shku dikon tjetër. Në atë rast të më pamërzi dysa, hypshin trenit e i shku në Austrije, në vendet tjerë, unë ka pas vetëm një destinacion. S'ka kanë kurri tjetër. Kena punu ka i fije, adin, për shembull vite dikush kishte një shtëpi dikun, kishin molla edhe kumla dardha, bashin shumë atë, i mishim mollat rumullak, mi qiti fije plehe dhe mi ly me gelqere, e tana, adin, me të thënë drejtën, gjithkon ka njërës të mirë të këshima, por në përgjësia ta nuk na dojnë ne, por në ka nëllë që ka thane, për shemë, ikte në punaj, në merte me makinë, në letë aty, mas ditën 5 kur vitën në qote 10, në jepte pare, në atë ko, ka kanë $50 që me kanë, që me thanë në atë ko, 500 dinar, ka kanë $1, ka kanë 10 dinar. Atër kur kam ikë, ka kanë $1, ka kanë 1000 dinare. Atër ka ma fillë inflacioni të mërshëm. Kaloshin tanks, në ashtu ushtarë, me topa, tanë kohën i shifshe, i mori Serbia tanë armë që ishin e për Jugoslavi, i futi mërën në Serbi. Nëse u ishte përgatit Miloševiqi, kam nga një herë një demonstrat, që kujnqedoj aty ishte Vuk Drašković, po flitë të aty, ishin mlellë tanë ata njerëz erdhe me zjarë fiksa, qava ika.
Atëherë kur kam pa fol me këtë djalin se kam pas kushërin në Malzi. Aty në Malzi kanë do thënë gjyshat vllazën. Nga Pikala, po nga Pikal. Prithaj. Jo, në Kalaj, po ata kanë jetu në Tuz. Disa Nga vetëm. Pikale, po nga Zbentuz. Bravo, po një ka kanë të Toma kam nejtu në Nelt, atje në Pikal, kur kam shku. Ke ndetur në Pikal? Po, më erdhe mori ka ardhëm ka marrë nosh i kushërini, edhe po shkoj në United Nation, i la adresën tonë edhe telefonin, se i tha mune që i vjen për më shku më folë në ambasadë, me ba interviste në ambasadë amerikane, edhe ba mas mu paraqit e hu për rasti. Nëlla. Po ty ardhëm tha noshi kur mas shko ma në demonstrate, se ba me të zanë, thoi një provokator i Shqipnisë. Po, absolut. S'kena pa shku kur ma, aty që ka pa kujnë që do. Në fundit jam thirë në ambasadë amerikane, për që do më ardhë në Amerikë, e kam thënë, me thënë drejtën, cilë atë qëllimi jatë kryesor, nuk i thatë që du më ba prift, se s'disha gjatë që amun, i thatë që definitivisht du më shku në shkollë. Për që ke qef, tha me studiu, i thatë që ekonomika piktura, merrem i fije me pikturë, nuk i di, i thatë veç, i shkollë dhe të bajnë me një zotit. You are welcome in United States. Dana malate dokumentin, që është numri i punës se këta, me fotografie me gjithë qa, atë janë me 7 maj, kam rrit në Amerikë. 91. 91. Me 7 maj 91. Edhe ka të kushërini jem të Marko, New York, kam nejtë 2 muj, atë janë kam marrë Detroit se erdi dhe Roberti. Roberti ka ashtarratis, ka malet, me gjithë shoqen, edhe atë janë me 23 qeshori i Levi Djali Viktori, e Verrall. Atë janë atë taku me Petrozhen, që janë një histori tjetër e bukur, Petrozhen me Dëmprak si diftovi se du më ba prift, foli me arkidioqezin edhe kam fillu në 7 orë. 91 kam punu, 92 në 7 orë kam hi. Kam punu një fabrikë plastike. Shkolla ka në mërkullushme, kena pas i fat malë kam pas, ka 131 volume librash, kisha qef librat, wow, kisha gjithë qa, kam kanë shumë mrapa mu krasu me Amerikanë në kuptimin e kish, asaj ditu njës kish. Kam di që ato Madakwini, Shën Agustini, këta papë të enciklikat, po zero s'kisha lezu kur, atë jam pak knaqë, atë ty lezu, atë ty ashtu edhe. Marri shkolla dhe në 2001 jam shuguru prift. Edhe kam kanë në St. Patrick, për 4 vjetë atër në St. Lawrence, atë më kanë ba pastor njëri. Ma vonë kam marrë dhe atër, kam pas edhe 3 kisha tjera në veri, në 3 kisha St. Cornelius, St. John Evangelist, edhe St. Nikolas. Si ishte përvoja juaj në kishat amerikane? Kishat amerikanë ka një diqa, ka një diqa. Ata kur besojnë, besojnë. Edhe njaj që vjenin kish është me plët kuptim fjallë besimtarë. Aj që nuk beson nuk vjenin kish, po nuk e ngatron kishën, edin ka e diqa. Në shqiptarë shkojmë ka herë, një pëse s'besojmë, se tanë që vinë kish besojnë. Po edhe shkojmë ka herë, kena pak atë presionin e familjes, pëse s'po shkojnë kish, edin shko. Edhe ja këftën, edin me të ba pak. Këtu në Amerikë janë ma të lirë, në është të në Shqipni janë ma në shpor, e kam kalu shumë mirë të kisha amerikane.